Me emrin Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në Prag të Iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Miftinisë së Shkupit dhe Radiovatit. Ky emision transmetohet në valët e Radiovatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio, për të zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha i nderuar Suat Efendi Saiti, me të cilin do të bashkë bisedojmë rreth pejgamberit Iliasi alayhi salam. I nderuar i hoxh, mirë se na ardhët. Mirë si u gjetoj, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që pranuat të ishit me ne. Hoxh i nderuar, si fillimisht si e përshkruan Kur'ani famullar të rrëfimin për Iliasin a.s. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma abada. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Qala ya qaumi alla tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanul khaliqin. Wa ila al-akhir al-aya. Sadaqallahu al-azim. Falënderimi, hamdi, lavdrimi, madhërimi i takon vetëm Allahut Dhul Xhelal. Atë e falenderojmë, prej tij falje, udhëzim, rahmet, mëshirë, bereqet, shëndet dhe shpëtim kërkojmë. Selamet, salavatet e përzemërta ja përcjellim Muhammedit alayhi salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtar musliman, të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin sunetin, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Besimi në pejgamber të Allahut Dhul Xhelal është obligim për çdo besimtar dhe besimtare, për çdo musliman dhe muslimane. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, nuk ka dhunti më të mirë që ju është dhënë njerëzimit se sa dërgimi i profetëve, dërgimi i pejgamberëve në mesin e tyre, sepse ne e dim që fenë e mësuan prej pejgamberve, të mirën e mësuan prej pejgamberve, të largohemi nga e keqja e mësuan prej pejgamberve. Misioni apo qëllimi i çdo pejgamberi ka qenë i qartë. T'i fton njerëzit në besimin e pastër në Allahun Dhul Xhelal dhe t'i largon nga besimet e kota, besimet në idhuj. Qëllimi i tyre ka qenë që t'i fton njerëzit në të mirë dhe t'i largon nga e keqja. Edhe Iliasi alayhi salam është një prej pejgamberëve të Allahut Dhul Xhelal dhe çdo musliman duhet t'i beson pejgamberët që janë përmendur në Kur'an dhe pejgamberët që janë vërtetuar në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjeleshanu në surën Safat, ajeti 123 në rrëfen bi Ismailin a.s. Bi Ilyasin a.s. Wa inne Ilyasa laminal mursalin. Edhe Ilyasi a.s. ka qenë një prej pejgamberve të Allahut Dhul Xhelal. Ilyasi a.s. është pasardhës i Harunit a.s. I dërguar si pejgamber të Beni Israilet, që jetonin në qytetin Ba'alebek, në periferi të Damaskut. Ky popull kishte në mesin e tyre një sundimtar, i cili i urdhëron ta ndërtojnë një idhull me duart e tyre, ku e quanin atë idhull Ba'len, dhe i urdhëroi ta adhurojnë si Zot, gjë që është e poshtër dhe është shirk, sepse i përshkruajnë Allahut Zot, i përshkruajnë Allahut shok. Allahu Gjeleshanu e dërgon Ilyasin a.s. në mesin e këtij populli. Dhe në vazhdim të ajet, Allahu Dhul Xhelal thot, Ilyasi a.s. ju thot, qale ya qaumi alla tattaqun, o populli im, a nuk e keni frikë Allahun? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanul khaliqin, a adhuroni ba'lan, idhu që nuk keni dobi dhe keni lënë anësh krijuesin më të mirë, Allahun Dhul Xhelal? Në këtë moment populli Ba'alebek apo Beni Israilet
filluan ta dëgjojnë Iljasin alayhi salam. Iljasi alayhi salam, siç e përmendën në fillim, ka patur një qëllim, t'i fton në fe të pastër. T'i fton në fe të Allahut Dhul Xhelal, të besojnë bindshëm Allahun për Zot. Ne e dim që çdo pejgamber i Allahut Dhul Xhelal në fillim i ka ftuar njerëzit ta besojnë Allahun Dhul Xhelal dhe të largohen prej idhujve, të largohen prej besimeve të kota. Edhe Iljasi alayhi salam i flet popullit të tij në fe të pastër. Pra Iljasi alayhi salam ishte feja e pru të vërtetën, e solli të vërtetën. Ky popull filloi të ofendon, ta shan, ta quan me fjalë ofenduese Iljasin alayhi salam. Thonin ky është një magjistar, ky është një gënjeshtar. Dhe Iljasi alayhi salam sakrifikon çdo gjë vetëm ta kryen misionin e qartë nga Allahu Dhul Xhelal. Ai përsëri, pas gjitha atyre akuzave, ai i ftonte në Islam, ju thonte se Zoti i vërtet është Allahu, mos i besoni këta idhuj. Ata vazhdonin përsëri ta kundërshtojnë, duke thënë ky është një magjistar, ky është një mashtrues, ky është një renc. Dhe Iljasi alayhi salam për një kohë të shkurt e lut Allahun Dhul Xhelal të largohet nga qyteti Ba'lebek, sepse ata e ofendonin, ata e qonin me akuzat të ndryshme dhe Iljasi alayhi salam largohet për disa muaj apo për disa vite nga ky popull. Hoxhë nderuar, si i sfidoi Ben Israilët Iljasi alayhi salam? Cila ishte sfida me cilën i sfidoi ai? Allahu Dhul Xhelal kur e pa mërzin mbi Iljasin alayhi salam dhe largimin e tij prej qytetit të Ba'lebek, Allahu Xheleshanu i sprovon Beni Israilet 3 vite duke mos i furnizuar me shi. Dhe ne dim se shiu apo uji është ekzistencë. Dhe në këto 3 vite kjo sprovë e madhe filloi të thahet toka, filluan të ngordhin kafshët, filluan thahen bimët, drunjët dhe populli Beni Israileve than ta thrasim Iljasin alayhi salam, ti lutet Zotit e tij. Iljasi alayhi salam i sfidon tani Beni Israilet. Thot, ai ta lutemi Zotin ton dhe Zotin e juaj. Nëse Zoti i juaj me emrin që e quani Ba'len është i vërtet dhe ju përgjigjet thirrjes juaj, atëherë është Zoti i vërtet. Ata fillimisht e lutën Zotin e tyre, pra idhujn, të cilën e kishin ndërtuar me duart e tyre dhe konsideronin si Zot, e lutën 3 herë, e thirrën 3 herë dhe nuk ju përgjigj. Iljasi alayhi salam tani i sfidon. Tha, a e shihni se Zoti juaj nuk ju ndihmon? A e shihni se ky Zoti juaj nuk ju përgjigjet? Atëherë Beni Israilet i than, nëse Zoti yt është i vërtet, lutet tash tani atë. Iljasi alayhi salam, ne e dim që çdo pejgamber i Allahut Dhul Xhelal ju ka pranuar duaja, lutja. Edhe Iljasi alayhi salam në këtë moment i ngren duart nga qielli dhe thot, o Zot i madh, furnizoje këtë popull me shi. Për një moment Allahu Dhul Xhelal i përgjigjet lutjes së Iljasit alayhi salam dhe nxihet qielli, afrohen rret dhe fillon të bjen shi. Një popull apo nga mesi i këtij populli disa banor e besuan Iljasin alayhi salam dhe thanë me të vërtet Zoti i Iljasit është Zoti jon, ky është Zoti i vërtet. Por një pjesë e madhe e tyre përsëri vazhduan me të njëjtat akuza, duke thënë, a e shihni se Iljasi është magjistar, a e shihni se Iljasi është gënjeshtar. Dhe për këtë arsye Iljasi alayhi salam atë popull i cili i besoi, ato banor të cilët i besuan, i mori si pasues, duke e besu Allahun Dhul Xhelal, duke i thirrë në fen të vërtet, ndërsa pjesa më e madhe përsëri nuk besuan. Edhe pas kësaj mrekullie të madhe, sepse ishte një mrekulli që e pan me sy, përsëri nuk e besuan. Se ishte përfundimi i zullumçarëve në rastin Allahu Dhul Xhelal në Kur'an çdo përfundim të popujve e sqaron të popujve që i kanë përgënjeshtruar pejgambert e Allahut, si shembull popullin e Nuhit alayhis salam. Dhe Allahu Dhul Xhelal këtë popull që i përgënjeshtruan pejgambert i dënoi në dynja dhe në ahiret. Edhe
për popullin e Iliasit alayhi salam, Allahu thot në Kur'an: "Fakadhabuhu fa innahum la muhdarun." Ata e përgënjeshtruan Iliasin alayhi salam dhe përfundimi i tyre do të jetë i tmerrshëm në dynja dhe në ahiret apo në botën e mëshirshme do të jetë në xhenemi i tyre përgjithmonë. Ne kemi rastin apo shembullin e Nuhut alayhi salam. Profeti Nuh alayhi salam ftoi në Islam 950 vite dhe nuk i besuan. Shumica e njerëzve nuk i besuan. Dhe Allahu Dhul Xhelal e shpëtoi Nuhin alayhi salam dhe popullin e tij, ndërsa e dënoi popullin zullumqar me tufanin që e di. Dhe nuk i besuan. Po. Edhe popullit të Iliasit alayhi salam, ata që i besuan si profet, si pejgamber, Allahu Dhul Xhelal i shpëtoi. Ndërsa ata që e përgënjeshtruan si profet dhe përgënjeshtruan fenë Allahu Dhul Xhelal, Allahu Xheleshanu i dënoi: "Fakadhabuhu fa innahum la muhdarun." Ata e përgënjeshtruan Iliasin dhe të vërtetën fenë Allahut, e Allahu Dhul Xhelal e dënoi popullin e Iliasit alayhi salam në dynja dhe në ahiret. Allahu na ruajt nga dënimet e Amin tilla. inshallah ya Rabbi. Hoxhë nderuar, Allahu ju shpërbleft për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe për elaborimin shumë të qartë mbi një pejgamber i cili ishte Iliasi alayhi salam. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Suad Efendi Saiti. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu u pranoft agjërimet dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.